Big Brother, emisioni më i famshëm në Shqipëri, një nga emisionet më të ndjekura në mbar Europën, duke tashmë ka filluar të nxehet. Dhe kur themi nxehet, ka filluar me krismet e tyre të cilat mund të ndikojnë shumë tek ardhmja e të njerëzit që e shikojnë këtë emision. Po flasim për debatin e Rogertit me DJ-in, i cili përshkallëzua shumë duke përmendur vëllain e ndjer të ish fituesit të Big Brother VIP 4, Xhestit. Normalisht një ngjarje e cila vodhi shumë vëmendje në gjitha rrjetet sociale se si një person mundet ta bëjë atë pyetje. Rogerti u shpreh DJ-it për t'ia mbyllur gojën duke i thënë: "Ma shpjego pak si ndodhi ajo vdekje." Një pyetje e cila ka acaruar DJ Gimi në maksimum dhe që ka sjellë konflikte të mëdha aty në brenda, por duket që personi i cili është acaruar më shumë është vetë vëllai i madh i të ndjerit. Xhesti ka kërkuar futjen në Big Brother VIP 5 vetëm për t'i bërë disa pyetje Rogertit. A ke burrëri dhe si mundet t'i thuash këto fjalë për një djalë i cili ka vdekur? Harroje se është vëllai im, por si nxorri goja aty? Disa pyetje që të gjithë shqiptarët donin t'ia bënin Rogertit, edhe pse ai e bëri në kontekst vetëm për të nxjerrë nga vetja DJ-in. Në kontekstin e gazetarisë, Rogerti ka bërë këtë pyetje si një pyetje indirekte për t'i treguar se unë nuk kam asnjë falje, thjesht të pyeta, por në fund të ditës ai shkoi kërkoi falje DJ-it duke i dhënë dorë dhe duke i thënë kërkoj shumë ndjes, nuk i kam pasur as pak për keq. Kjo dukej pasi Rogerti u shpreh duke qëndruar vetëm gjatë gjithë kohës dhe duke u përlodhur se si mund ta nxitte nga goja e tij atë gjë. Të paktën në gjesti burrëror ishte kërkimi i faljes, pastaj si do të zgjidhet çështja me Xhestin, ajo do të shikohet natën e Prime-it. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit ton. Ju faleminderit.